Ai ka kuptuar që dunjaja është vend i sprovave. Nuk ka mundësi që dunjaja të qëndron në një gjendje të caktuar. As kuptimin e kamjes, as kuptimin e skamjes, as kuptimin e mirëqenies, as kuptimin e fatkeqësisë dhe sprovave. Andaj për çdo situatë është i përgatitur. Nëse ti lexon se në Kur'an ka kategori të caktuara të njerëzve që duhet më ndihmu, nga çfarë perspektive shikon ti këtë kategori? Jo vetëm nga kategoria e përsisë, ata të varfër apo japëm. Para mëne që ka mundësi mundru situata, apo sot jep ti, nëse mund të jesh në atë situatë, e dikush me don ty. Dhe besimtari paranon gjithçka në dunja. Jo në kuptim të panikut, jo në kuptim të mendimit keq, ama në kuptim të gatishmërisë. Dunja ndryshon, edhe na jemi dëshmitar të ndryshimit të situatave të ndryshme. Si kemi qenë para luftës, e si kemi qenë luftë, e ku ka qenë populli e keni pa. Janë ushqim me ndihma të vobekta meskina, po që ndoshta sot me parë mi adhon si hanë ato. Kanë qenë ushqim kryesor. Tash e kemi sofën e begat, me mundësitë shumëta, me begatitë shumëta, llojet ndryshme të begative. Alhamdulillah. Mirë, po para mendon ndonjëherë se e çka nëse ndryshe bëhet? Çka bën ti? Çka ndodh nëse? Që Allahu xhallahu te vëzër, edhe pse i ka paralajmëruar sahabët se ka me dek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo i ka thonë nëse ai desë vritet, çka bëni ju? Para se me vdek pejgamberi sa e kanë ditë, megjithatë goditja situatës i ka bëu që mos të kapën me njerëz si duhet. E dheni si ka ndodhur kur ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse ata kështu i ka marrë goditja momentit çka thosh për neve. Andaj besimtari gjithmonë një sy e ka begati e një sy e ka gjithmonë të mundësia ndryshimit të situatës. Nuk bën të ndërrozë, nuk bën njeriu me u varr nga luksi, nuk bën me kriju varësi nga begatia. Përdore begatin, shfrytëzoj begatin, mos u varr kur pe saj. Të mbetesh gjithmonë i varur vetëm nga Allahu te barekutaala. Imani duhet të jetë funksional në çdo situatë. Por jo besimtar të mirë edhe të devotshëm momenti kur s'kemi nuk dim si më gjind. Pastaj na kaplojmë mendimet e këqija dhe vezveset e shejtanit që me te përfunduam surën An-Nas. Prandaj Allahu te barekutaala e ka përfunduar nga se njeriu fatkeqësisht në sprovat caktuar din më u përfshin nga vezveset e ndryshme, e pse une, e pse mu, e pse na, e pse këta, e kështu me radhë. Këtu pseja janë gjithmonë armë të shejtanit për me turbullu mendjen tonë dhe me turbullu qiltërsinë e komunikimit dhe adhurimit me Allahun te barekutaala. Andaj përgatitu edhe për çytje, përgatitu për këtë, jo përgatitje të pesimizmit e zhgënimit, jo. Përgatitu me iman, me zgjuzin me përgatitu për çdo situatë, ti je i gatshëm. Edhe për problemet e brendshme si çytjet, por edhe për sherrat të jashtme, sikur ato që ka përmendur surja Al-Falaq. Nga se në momentin kur Allahu thot min sharri ma khalaq, o Zot më mbroj nga e keqja që e ke krijuar, do të ti je në mesin e shumë të këqijave. Ti je në mesin e shumë të këqijave. Ti je rrethuar prej shumë rreziqeve. Shumë nga ato nuk i dim, idenë se kemi. Mirë, po ka mundësi që Allahu në moment lejon që ato të shfaqin jetën tonë dhe është që ka qenë pranë teje, por Allahu të ka kursyer, Allahu të ka rujt, s'ka prek e keqja e caktuar që ka jetu me ty me vite. Ndoshta me dekada ka jetu me ty ajo keqje, s'ka prek, se Allahu s'ka dhënë leje. Në moment jep Allahu leje për me të vetëdijsu për kujdesin ndaj teje dhe çka bën ti pastaj? Ai i vetëdijshëm, ai i gatshëm, andaj të ndërrozë përgatitur për situatë. Përgatitja më e mirë është, domthonë përgatitja me Kur'an, me ibadet, me adhurim, me përmendje të Allahu xhallahu ala, me gatishmëri me dalë para Allahu xhallahu ala, me bindje se çfarë do të sprojë që të godën dunjë, jeta është e shkurtër, më nëse është përjetësia në ahiret. Andaj është gjithashtu një forcë ngushëlluese besimin në Allahun edhe ditën e gjykimit për çdo situatë pa këndshme dhe ndryshim të papritur që mund të kalojë nëpër të jetën e kësaj dunjaje. Besimtari nuk ka pa të befasi kur asnjëherë. Nuk din çka ka më ndodh. Ama kur i ndodh çka thot? Ato që ka thënë besimtarët, hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kjo është ajo që na ka thënë Allah pejgamberi, se kanë ditë kurrë, ma kanë ditë që po. Dhe reagimi tyne, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dhe reagimi tyne është shtimi i besimit dhe gatishmëria e vazhdueshme për të nështruar pa rezervë dhe pavarësisht ndryshimeve të rrethonave Allahu te bareke ve teala. Le ndron çka do, le të bëhet çka do, na mbetemi të pandryshueshëm në raport me Allahun xhallahu ala. Ndron shëndetin, ndron mosha, ndron mundësitë, ndron forca, ndron rrethana, ndron miqt, këtë le ndrojnë. Allahu nuk ndron. Ai mbetet. Ai mbetet çu të ka premtuar çashtosh Allahu te bareke ve teala. Këtë kanë mendru. Wallahi këtë kanë mendru. Dashtëm, kanë mendru njerëzit. Mundësitë kanë mendru. Mjafton vdekja ndryshim. Apo
Dhe dje ke pas për kras, mik des. Se ki mu, ka ndruaj. S'ka ndru me qef, po ka ndru, së është mu. Nga i gjallë është bëj i vdekur. I vetëmi që të ndryshon është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe varësia dhe varfënia jote tjetë veçme, Allahu në të barë këtër. Ma askën tjetër, tjetën së bepi, jenë mjete, jenë më rëndësi, duhen, ama askush para as me Allahun te bareke ve taala. Dhe e fuqizon raportin me Allahun xhallahu ala, lidhin me te. Zemra gjynzohet për Allahun xhallahu ala, mbushet varfëni për Zotin te bareke ve taala, i gjynzohesh i thosh ja Rab, veç për ty kam nevojë. Ti më duhesh. Dhe e konfirmoj dhe e fuqizoj këtë raport me leximin e fjalës së vazhdimsi.